أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut Zotit Gjithësisë. Ata e falënderojmë, për atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Allahut na fal, na mëshiroj inshallah dhe të na pranojë udhërimet e kësaj dite. Dhe të na pranoj dhe të gjitha dhurimet e këtij muaji hënor, muajit Rexhep, që është një nga 4 muajt e shenjtë që Allahu xhelle xhelalu e përmend Kur'anin e Madhërueshëm. Por njëkohësisht është edhe një muaj që na paralajmëron që mbas këtij muaji vjen muaji Shaban. Edhe muaji Shaban na paralajmëron që mbas Shabanit vjen muaji Ramazan. Edhe po them o Zot inshallah të na gjejë dhe muaji Ramazanit shëndoshë mirë. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam zakonisht luteshin 6 muaj mbasi kalonte Ramazani dhe thoshin o Zot na e prano agjërimin e Ramazanit. Dhe mos I bëheshin 6 muaj, 6 muajshin e dytë që pritshin që të vijë pra muaji Ramazanit, thoshin o Allah na lejo jetën tonë që të hyjmë në muajin e Ramazanit. Se me të vërtetë është falje madhe, mëshirë madhe, prej të madhe të Zot xhelle xhelalu, inshallah do të na gjejë muaji I Ramazanit. Të nga shtuna kalume ju tregum për një ajet Kuranit të në kapitullin e Bakares që bënte fjalë për ata njerëz të cilët falen, japin zekat prej pasurisë. Dhe sonte kemi një ajet shumë interesant që vjen direkt mës ajetit të shtunës që kaluam, po në kapitullin e Bekares, por që hap një temë shumë të rëndësishme. Me çfarë na drejtohet Allahu xhelle xhelalu në ajetin 44 në suratul Bekare. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Si urdhëroni njerëzit për të mira dhe harroni veten kur ju lexoni librin, a nuk mendoni pak? Afala ta'qilun. Allahu na mëshiroft. Me të vërtetë I Madh Zot xhelle xhelalu nëpërmjet këtij libri na zhvillon mendjen, na udhëzon, na drejton, na jep lajme të mira të xhenetit, për lajme të mira edhe për jetën e kësaj bote, për hajrin, për mirësinë, për begatinë, njëkohësisht na jep lajme edhe të vështira për xhehenemin, për ditën e gjykimit, për ditën e llogarisë, për ditën që do peshohen veprat e njerëzve. Pra janë disa stacione të vështira. Për gjitha na njofton I Madh Zot xhelle xhelalu. Allahu xhelle xhelalu pra thot si ju I urdhëroni njerëzit për punë të mira dhe harroni veten tuaj. Normalisht Allahu xhelle xhelalu ne na ka lavdëruar si njerëz. Po në Kur'anin e Madhërueshëm edhe thot ju jeni më të zgjedhurit e njerëzve. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Me të vërtetë Allahu xhelle xhelalu ju ka zgjedhur. Pse ju thot urdhëroni për të mira, ndaloni nga të këqijat dhe tu'minuna billah dhe ju I besoni Allahut. Ndërsa këtu Allahu xhelle xhelalu kritikon ashpër ata të cilët ju thonë njerëzve që me bë punë të mira veten tyre harrojnë. Na herën e parë, ashtu sikur na mëson Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin e Madhërueshëm, duhet për veten tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, nëse ju thot ju flisni njerëzve dhe vetë nuk punoni nga ato që I flisni njerëzve, fjala ju I thot ngjan si me pikat e shiut
që binë në përgjethet e pemëvet, edhe nuk rejnë ato për binë në tokë. A njëta ujti aty në gjethet, asnjë. Krejt ujtin e ke në tokë. Sa të bjerin në gjethet, direkt bjerë, nuk e mbajnë ato. Rëshqet. Edhe ju thot në gjanit tamam, thot si pikat e shiut, nëse flisni, urdhroni, edhe vetë nuk punoni. Ka përmend dhe shembull tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka përmend dronin i cili ka gjethe për nuk ka kokra. Edhe besimtari konsiderohet tamam ajo pema me kokra. Ka hije, ka gjethe, ka dhe kokra. Se normalisht hija dhe gjethet, domethënë janë në plan dytë. Droni është në plan dytë. Në plan parë janë kokrat. Bereqet.